Vlera totale e buxhetit të planifikuar ka shumë për 7.771.483 euro. Në datën 22 nëntor 2025, zyra nga sekretariati KQZ-s ka pranuar numrin e përgjithshëm të votuesve sipas ekstraktit të parë të përgatitur nga Agjencia për Regjistrim Civil. Ky numër përfshin 2.076.422 votues, andaj lidhur me këtë dhe sipas bazës ligjore, zyra i rekomandon KQZ-s që ta aprovojë kufizimin e shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve në vlerën 2.076.422 euro për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës që bëhen me datën 28 dhjetor 2025. Pra i bie që vlera totale e buxhetit të planifikuar ka shumë për 7.771.483 euro, ku në këtë shumë përfshihen 3 kategoritë kryesore, janë pagat dhe shtesat në vlerën 109.000 euro, marrë dhe shërbime 1.652.575.95 euro dhe shpenzime komunale 9.500 euro. Te marrë dhe shërbimet janë disa aktivitete kryesore që mbulohen, domethënë kemi realizuar planifikimet, kundërto përfshihet shtypja e votimeve, broshura dhe lista e votuesve, shërbimet postare për organizimin e votimit jashtë Kosovës për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës 2025, pakot e trajnimit, doracat të trajnimit, transportin materialit zgjedhor, format zgjedhore, kabinat e votimit, gjyra matrikulare, furnizimin me pula, materialet administrative për vendvotime, distriktivt për trupat menaxhuese zgjedhore, transporti i materialit nga qendra në depo, licet e sigurisë, si dhe tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike.